Të merë në ajër, avioni të Wizz Air për në Tiranë i qahet goma, pasagerët mbetën të bllokuar. Një incident ka krijuar tension dhe vonesa në aeroportin ndërkombëtar Galileo Galilei në Pisa, ku një avion i kompanisë Wizz Air është detyruar të ndalojë për shkak të një defekti serioz, 2 goma të shpuara në njërin nga grupet e rrotave të tij. Pamjet e siguruara nga qytetarët jo që në pistë tregojnë qartë deformimin e gomave, duke konfirmuar problemin teknik që ka vënë në pauzë të gjithë fluturimin. Pasagerët, mes tyre edhe gazetari italian Alessandro Martini, janë njoftuar se aeroporti nuk ofron asistencë teknike për këtë lloj defekti dhe se do të duhet të presin ndihmë që vjen nga Roma. Kompania ajrore ende nuk ka konfirmuar nëse do të dërgohet një avion tjetër për të zëvendësuar fluturimin apo thjesht do të rregullohet defekti në vend. Në çdo rast, udhëtarët janë lënë në pritje të zgjatur me shqetësime për mungesën e asistencës teknike bazë në një nga aeroportet kryesore italiane. Një ngjarje e paprecedent ka ndodhur ditën e sotme me avionin e linjës Pisa-Tiranë, i cili po mban pasagerët peng për orë të tëra në aeroportet e Italisë. Qytetarët raportojnë se pikërisht ky avion i kompanisë Wizz Air ka paraqitur disa probleme dhe ka vonuar fluturimin e ditës së sotme. Problemi i parë lidhet me prerjen e më shumë biletave se sa kapaciteti ka avioni, çka ka krijuar konfuzion mes pasagerëve. Për të mos mjaftuar kjo, pasagerët kanë zënë vendet dhe janë lënë të presin ulur në vap për 40 minuta, pa asnjë shpjegim. Në këtë moment, janë njoftuar se duhet të zbresin përsëri nga avioni dhe të rikthehen në aeroport, pasi mjeti fluturues kishte një gomë të qarë. Do presim të sillin gomën e re nga Roma. Nuk dihet kur nisemi, thot denoncuesi, i cili shton se mes pasagerëve janë edhe fëmijë të smur, të moshuar e invalid që nuk presin dot. Qytetarët raportojnë se kanë marrë edhe kërcënime nga stafi i kompanisë për të mos e bërë rastin publik nëpërmjet anës sonë. Më qartësisht, qytetari shkruan: avioni i linjës Pisa-Tiranë nuk u mjaftuan me faktin që kanë prerë më shumë bileta se sa vende, por pasi hipën në avion dhe pritëm më shumë se 40 minuta, na njoftuan se avioni ka një gomë të shpuar dhe duhet të presim gomën e re nga Roma. Na kanë zbritur përsëri në aeroport dhe nuk dihet kur do të nisemi. Kjo është gjendja jonë. Ktu ka shumë fëmijë, të smur, pleq, invalid. Na kërcënuan duke na thënë mos e nisni videon. Kjo nuk është hera e parë që kompania Wizz Air denoncohet për vonesa dhe keq trajtim të pasagerëve të cilët lihen në kushte të vështira në të nxehtin e verës. Po ashtu dhe gazetari italian Alessandro Martini, i pranishëm në vendngjarje, raporton për joshë se avioni në aeroport nuk ishte mundësi teknike për të riparuar gomën, duke e lënë mjetin të bllokuar për orë të tëra. Sipas informacionit të shpërndarë nga Martini, pasagerët janë informuar se zgjidhja e vetme është të pritet asistenca teknike që do të vijë nga Roma. Ende nuk ka asnjë sinjal nëse do të dërgohet një avion tjetër për të zëvendësuar fluturimin, duke shtuar edhe më shumë pasigurinë dhe frustrimin mes udhëtarëve.